Vjetra kamionist nga Struga dhe Ohri ka nisur protestën e tyre 7 ditore në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Kërkesa e tyre kryesore është rritja e ditëve të qëndrimit në zonën Schengen, nga 90 ditë në 180 të tilla. Sipas tyre, protesta do të vazhdojë për 7 ditë me radhë në 24 orë, duke mos lejuar asnjë kamion për të kaluar me përjashtim të rasteve të emergjencave. Vesedo mos u kamion. 30 izvadi kombinao. Protesta që ka filluar këtu në Qafthanë është e 2 qyteteve Strugë-Ohër për përmbushjen e kërkesave të shoferëve që dënohen, që maltretohen, që deportohen nga shtetet e Schengenit. Edhe kërkojmë që ditët mos na numërohen, por të trajtohemi domethënë si shoferët e tyre që trajtohen në vendet tona. 90 ditë, por ne po ti respektojmë atë rregullin 90 ditë, ne duhet të bëjmë 2 rrugë në muaj. Ne kërkojmë që ditët mos na numërohen, ose të 2 fishohen edhe 3 fishohen. Kjo greva, domethënë ky bllokim i doganave në Maqedoni edhe në të gjitha shtetet e Ballkanit, domethënë do vazhdojë. Këtu në Maqedoni është i paralajmëruar 1 javë që do ketë bllokim, ndërsa po mos përmbushen kërkesat tona, kemi domethënë shoqata që janë në kontakt me shtetet e Schengenit, po mos mbushen, po mos ketë shenjë që do ketë bashkëpunim, ne do të vazhdojmë, jemi të gatshëm deri të zgjidhen problemet tona. 24 orë non stop do të për 1 javë janë marrë masat që të rrim këtu. Shiko, janë shtetet e Evropës janë të mbarura nga ne. Më thënë, këtu ka shumë firma që prodhojnë për shembull për makinerim gjermane. Në Maqedoni airbagët prodhohen në Kërçovë, për gjithë Evropën. Retrovizorët, pasqyret e makinave prodhohen në Strugë. Kavot e makinave prodhohen në disa vende në Maqedoni. Më thënë, ato janë të mbarur prej nesh, ato janë si rast po e përmend. Po patjetër, më thënë, problemi do është i ndërsjellë. Më thënë, ne tani do humbim pak, po kërkojmë që të fitojmë të drejtat tona, që pasaj të mos kemi më probleme. Po, patjetër, të gjithë jemi të unifikuar. Të gjithë të unifikuar. Shteti ju mbështet? Po, shteti, sindikatat, ministria, më thënë doganat, policia, të gjithë janë me ne.